Një incident i rënd mes dy adoleshentëve ka ndodhur pas ditën e sotme në fshatin Sheqeras, duke përfunduar me plagosjen me thik të një 15 vjeçari. Sipas informacionit zyrtar, një 14 vjeçar ka sulmuar bashkëshorten e tij me një mjet prerës, duke i shkaktuar plagë në krah dhe bark. I plagosuri është dërguar fillimisht në qendrën shëndetësore të zonës për ndihmë të parë, ndërsa më pas është transportuar në spitalin rajonal të Korçës, ku mjekët konfirmuan se gjendja e tij shëndetësore është stabil dhe jashtë rrezikut për jetën. Pas sulmit, autori u largua menjëherë drejt banesës së tij, ku më pas fsheu mjetin prerës që përdori gjatë konfliktit. Ky mjet është sekuestruar nga policia e komisariatit të Maliqit, e cila ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Burimet pranë hetimeve bëjnë me dije se konflikti mes së dy të rinjve nuk ishte i rastësishëm, por kishte një histori të mëparshme të mosmarrveshjeve që lidhen me përplasje të përsëritura në rrjetet sociale. Kjo situatë ka agravuar marrëdhëniet mes tyre, duke çuar në këtë përplasje fizike. Policia ka marrë në mbrojtje të dy të miturit dhe po vazhdon me verifikimin e nevojshëm për të kuptuar të gjitha rrethanat që çuan në këtë akt dhune. Materialet e mbledhura janë referuar në prokurim pranë gjykatës së shkallës së parë Korçë për procedimet mëtejshme ligjore. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa autoritetet apelojnë me kujdes dhe vetëpërmbajtje, sidomos mes të rinjve për të shmangur incidente të ngjashme në të ardhmen.